Sot ka ndërruar jetë këngëtori i njohur shqiptar Shpat Kasapi, duke tronditur botën e showbizit dhe publikun. Lajmi është përhapur me shpejtësi duke sjellë reagime të shumta, plot dhimbje nga artistë dhe fansa. Shumë kolegë të tij kanë ndarë kujtime dhe fjalë prekse në rrjetet sociale, ndërta edhe Shkurtë Feza, e cila ka shprehur publikisht pikëllimin e saj. Postimi i saj është pritur me emocione nga ndjekësit. Lam të mirë Shpat Kasapi, lajmi i dhimbshëm për të gjithë ata që e kanë njohur. Është e pamundur të pajtohemi për vdekjen tënde, sepse do të kujtojmë fytyrën tënde, gjithmonë i buzëqeshur, gjithmonë i respektueshëm dhe i dashur. Kemi pritur që të na ngrohë zemrën edhe me shumë këngë të bukura e hitet të mëdha. Pushon e paqen e përjetshme, artist i madh dhe njeri i mirë, ka shkruar Shkurtë Feza. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.